Mirdita zotni. Mirdita zotni. Çka mendoni për presidenten e re të Kosovës? Qa mendoni ja? Pa ta e kam vetu, vetë ata s'ka dojnë të bojnë. Ne të intereson vetë për përzia. Menoni që kjo ka me bo diçka ma mirë në këtë aspekt? Nuk e di valla, nështë ata e din ma mirë. Ata din ma mirë. Ne të rritim penzijat jo. Më shka me bu me 45 euro. Qa e bu, hajde, qa e bu. Që shtu të mërme, këti i ka një qmimet me shkaka, me mila, me zi. Qa e bu, që i që më punë kërkos. A të shpëthun ju. Nashta kjo ka me bo diçka ma mirë. Kush, isha Allah, po së më rastet menja pas asë zotin. Këta frikë kanë me, më të kika e s'ka më shku e këllar, këta kanë me qitë. Ku më di, ma mirë ta të gjithë një milos në ta shqinë në vend kryetari të tonë. Pas asë zotin po. S'ka më t'jape, apësojnë që qa u bojnë. Okej, zotni, faleminderit shumë. Se ka ro karikat mëre, edhe kanë mëre një dite. Çka mendoni për presidenten e re? Pasha Allah, sa shkolle që ke, apo qka të bojnë për veti. Mos po bojnë për neve, diçka. Apo pritni që ka me pas diçka ma mirë për femrat edhe për gradën për gjithësin Kosovë? Inshallah bot ma mirë, inshallah bot ma mirë. Inshallah për trite, për pleshte, inshallah bot ma mirë. Po për juve për shambull për penzione, a keni besim që kjo ka me ndryshu diçka? Inshallah ndryshon na jep, inshallah na jep. Po në përdesim të depën penzinë e mirë. Faleminderit shumë. Në përdesim në që kemi të të bëtë penzinë ta mon. Mu më ka ardhë mirë që njëherë erë një grue shqiptare në shprehje më bo përfaqësu se shtetit, me përfaqësu në botë, me marrë vesh edhe bota që jemi civilizu edhe najna në Evropë. A mendojnë që kjo ka me bo diçka ma mirë pasi asnjëherë nuk ka qenë politikë edhe ka mu mundu diçka ma shumë? Politika, po Pacolli ka shku në vend që i kontribon apet si me pas konë kryetarë, e që ata se mu ka dhimë, ta jo konë burri mire i zote, i vyshën pit, mirë po prap jakshin lon detyrën e mirë për me dalë me lobu, me në njoft, me sjellë në organizatë, për me i pënsu njerëse që shtu atë, mirë. Nëse tash miratot ligji për zgjedhjen e presidentin nga vetë votat e popullit, ju si person kënde kishi votu prej këtyre presidentave që kanë qenë deri tani, cilin e kishi zgjedh? Apo më veshin trove më kujtu Allah ili. Kemi kishmi zgjedh, për dhua? Momentali lepim petë për dishka që do njëre se mësë... Kemi pas Fatmir Sejdion, Bezhet Pacolli, tash është zonja Atifete, cilin e kishë? Qërë shka për të loj, që tash a kënë teri tash, pa loj, biloj, sënë kanë korë sukseses, bra, pa marrë shka, dhe që ishë u përqajtër me zveti, u përqajtër partit me zveti, na kemi pritë shumë për i tyne, unë jam penzionar, jam im lafosën, se na kanë lonë pa penzionat, unë e smuj me thonë për ata kur gjo mirë, nga se kur fartë mire neves na kanë sjellë. E për që ata mu ma mirë mësë me më pytë se nuk kom mendim të mirë ndaj tyne. Faleminderit shumë. Po ju zotni, a e keni njoftë ma herët zonjën Atifete, a e keni di diçka rreth saj? Jo, se kom njoftë dhe që da që 2 ditë, 3 që njoftëm, që njoftëm këtë Kosova, besoni që jom i knaqen shumë, po më doke që jemi rahatue qashtë të mërmene ma shumë, se bune e sapë që 3-4 muj, jo ky, kane e knej, që ta është jemi bo me zdo shpije, për tutna edhe këto e prishin të tjertë. Këta tjertë e këta i ka okolla gjinën që e prishin, pasha zotin, me bi, mos vetë kush. E që aty për tutna, se me konë kjo, ish për Gjakove, tha më do këtë ishë. Tani më do që i thash mësot dervishke, se dervishtë në buku gjithë mirë. E mësko dervishke, kjo ndollë dervish, ja, ka me bo, që e ki me pati, u që ka me vles ka di u. Edhe qështu pasha zotin, disha më thonë banej, njerë jemi shumë mirë, e se qysh. Faleminderit shumë. Faleminderit. Çka mendoni për arrestimet e fundit e Oleksit kundër ish luftarëve të UÇK-s? Po kjo është e pa drejtë. Që të Oleksi shka o të i bon që të në fond, të me se me Uniku barabar, Uniki ka bo që të gëti për para. Këto shka o të i bon arrestimin e UÇK-s, edhe arrestimin e dove, nashta do jonë me faj, këta qertë që kanë civil jeshtë UÇK-s, po se efte këta kondesh me morë në pytje, krimin e Mitrovicës, që në Mitrovicës të nejtë sërë të këtuhit, a në atëherë të në me qurë reglën me morë tonë të. A gjithë se morë kërkon heqë, a vesh tonë të morë.
A keni besim që kanë më shpall të pafajshëm edhe kësaj hera? Po, unë besoj që po. Mas jo pafajshëm o shpallën Fatmir Lima në Hag, edhe këtu do të më shpallë i pafajshëm. Sa i 3 vjetë ka nejtë në burë për që do ka nejtë edhe s'ka pasën argument, po faktë s'ka pasën që o konën gabim. E që ta haj kjo, a është politika evropiane, a është politika me Sërb, ta haj nuk po dhije se qysho jënë dy quta, po një. A unë 100% thëmë që Fatmir Lima me shokët e vetë nuk i kanë bo që ato që mendojnë atë. Që mendojnë u lejsi ose dikmantja shake, dikmanti që e ka qitë që të farë. Akuzimi kundra shqiptarëve. E këta jenë të equën me asapë dhe që ato jenë të equën fakës që djegni të atyna. Edhe po shijet haptas, Serbia temte i ka dhonë zërë që shtë një, e dyta edhe Rusia, shka është Putingi, edhe ato të njëjtja i ka mendimet, këta kanë lidhe, kanë 100% kanë me të leksit. Mirë dita zotni. A muni me na thonë që ka më ndoni për arrestimet e Oleksit kundërisht pjesëtarëve të UÇK-s? Po, ata gjinë pafajshëm. Nësa e dimi, gjinë pafajshëm, shqiptarë s'kanë pas mundësi, kur një fatkeqe me bolë këtë botë. Me dur lidhje në konë. E sot, veç pse mujnë me na domtue, me fjallje, me punë, me krejt, aja është shpifje. Se Sërbet kanë punu, kanë nëzirë gjinë syve, kanë nëzirë nonat pi barkit, thmin, i kanë përlu në valë, thmin 3 vjetë. Une e kum pas një halë, ja kanë përlu thmin 3 vjetë pas agjër. Aty edhe kur s'merë masa, e këtu pa bo kur gjo, s'kanë mundësi, i që kia jonë me bo, me një të ikë malit, të strehu, edhe shpi, edhe së një kanë mëjtë edhe vetë vetën. A menoni që kanë më shpall të pafajshëm edhe kësa herë dhe kanë pas një luftë pak? Jonë ata veç mujnë me bo pa ushallë, se faj kur një hera s'dali me faj kur heq. Me faktë s'kanë. Faleminderit shumë zotni. Çka mendoni për arrestimet edhe akuzat e fundit nga Oleksi që janë bërë kundërisht pjesëtarëve të UÇK-s? Aha. Po, qëre, sukur ata bokserët kur dolin në ring, morrej edhe tani gjyqtarët i thënë për shka i ke sjellë ti atime. Që kaq. Edhe ata kanë shku në luftë, normal, s'kanë shku me honë. Me nejt. Me honë drejka që kanë shku me luftu, normal. Ka vraj, ke vraj ditën e mirë. A menoni që kanë bërë vërteta këto krimet e luftës sipas e Oleksit? Ja. Vërtetat janë shkive që kanë masakru fëmijë. Na s'kemi masakru kurrë. A besoni që kanë më shpall të pafajshëm edhe kësa herë UÇK-ja? Që na gjithmonë mi kanë të pafajshëm, pa ata në kanë fajsuar. Kaq. Çka mendoni për regjistrimin e popullsisë që është u bë tash në Kosovë? Po që ta është akqyrë minërës që qysh po bëhet vendimi, shola bëhet mirë. Pra kem qef më konë mirë këtë në regel, edhe pak kryesia valojnit me nëndë edhe për neve pak, shkanë ta delegat, se po vjen morë me thonë, imi me pa ponësie, pa di shka kredi që shola bëhet mirë, pomë. Ata mërmeja që me regjistrimin e popullsisë që është u bë është ka më ditë numri i saktë i banorëve të Kosovës? Po ma mërmeja që po, me të vërtet që ka më bu. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ju që më keni qizu, ju faleminderoj krejve, shola jemi mirë shnësh, edhe për parësia shola, po edhe të kujdesën edhe këtë pak. Shka i kemi në parlament që aty, mos këshirin më përlo njëni tjetrit, të shojmë pak rrugën, njëni shoqë që jemi vllazni njës bashkët jetojmë, sukur që ka dhonë Zoti. Më falni ma tepër, s'po di se shka me thonë, ditën e mirë. Mirë dita zotni, a u lodhët? Çka mendoni për bisedimet Kosovë-Serbi? Nuk si s'desh me bo. Nuk i s'desh me bo, se Serbia di që ka bo. Se na në s'kemi farë vezë më me to. Sa zinët nuk në ka kry ale për një besedime. Për shka për një besedime, ajo, ta në reqi punën teme, me shtetet jashme, e ne që pa që më po gjeshme. Ashtu nuk banë. Nëse rastisht këshin arrit në i marveshje, cila kish me qenë ajo? Ajo marveshje është, veç kanë fëllë që ashtu.
S'ma merë mena që bëhë gjë. Po politikën e Serbisë nuk e halesën të morë vetë së shëka. Politika e Serbisë nuk ka skej. Për që ta nuk duhet me hi fort, po që ta osësia e dinë ma mirë veç. Nash ka mislodën, nash ka mislodën, më kanë bo, zdo më hes me bo. Okej, faleminderit shumë zotëri. Faleminderit e për josh.